Një vrasje me thik ndodhi paraditën e kësaj të premteje në qytetin e Shkodrës, ku viktim mbeti një shtetase amerikane. Ngjarja ndodhi rreth orës 10 të mëngjesit në rrugën At Shtjefen Gjeçoviçi, në një banesë të marrë me qira nga një çift amerikan. Viktima Sandra Saporito, 54 vjeçë, humbi jetën në vend ngjarje, ndërsa policia në banesë gjeti bashkëjetuesin e saj Brandon Saporito, 57 vjeç, i cili dyshohet se është autori i vrasjes. Ai u shoqërua në spital për ndihmë mjekësore, pasi dyshohet se ishte në gjendje të dehur dhe ka marrë dëmtime të lehta në duar me mjete prerëse. Në momentin e daljes nga banesa me pranga në duar, ai ishte i mbuluar në gjak. Nga profili në Facebook i autorit, shihet se çifti ndodhet në vendin ton që nga 27 marsi. Pikërisht në këtë datë ata kanë mbërritur në aeroportin Nën Tereza, ndërsa në foton e publikuar Sandra shkruante se kishin mbërritur shëndoshë mirë në Tiranë. Ata kanë zhvilluar vizita në disa zona të Shqipërisë, si në Himar, Tiranë dhe së fundmi edhe në Shkodër, ku ndodhi ngjarja e rëndë. Policia sekuestroi pamjet e kamerave të sigurisë së zonës për të parë nëse ka patur edhe prezencë të personave të tjerë më herët në banesën ku ndodhi ngjarja e rëndë.